Sektori i ndërtimit ka vijuar aktivitetin edhe gjatë vitit 2025 me një numër të konsiderueshëm lejesh të reja të miratuara në nivel vendor. Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë këtij viti bashkitë kanë firmosur gjithsej rreth 1160 leje ndërtimi për godina të reja, duke gjeneruar një vlerë të përafërt investimi prej 74 miliard lekësh. Statistikat tregojnë se pjesa më e madhe e këtyre lejeve lidhen me ndërtesa banimi me 1 ose 2 kate, duke reflektuar një fokus më të madh tek ndërtimet rezidenciale në zona urbane dhe rurale, ndërsa projektet për struktura më të mëdha apo me funksion tregtar mbeten në numër më të kufizuar. Vetëm në 3 mujorin e fundit të vitit, nga 259 leje ndërtimi të miratuara, rreth 200 kanë qenë për banesa, ndërsa vetëm 59 për ndërtesa shërbimi, zyra, ambiente tregtare apo hotele. Kjo tregon një dominim të qartë të sektorit të strehimit krahasuar me investimet në biznese apo turizëm. Sa i përket vlerës së investimeve, shifra prej 74 miliard lekësh rezulton më e ulët krahasuar me vitin 2024, kur u regjistruan rreth 106 miliard lek. Megjithatë, ekspertët theksojnë se kjo rënje nuk mund të interpretohet drejt për drejt si tkurrje e tregut, pasi vetë metodologjia e raportimit nuk është e plotë. Në dokumentin shoqërues, Instat sqaron se të dhënat bazohen vetëm në raportimet e zyrave të urbanistikës së bashkive, ndërsa në procesin e miratimit të lejeve përfshihen edhe institucione të tjera qendrore, veçanërisht për ndërtime mbi 6 kate. Për shkak të mungesës së një sistemi të standardizuar raportimi nga të gjitha institucionet, përfshirë KKT në KT në SFA, statistikat nuk pasqyrojnë të gjithë panoramën e ndërtimit në shkallë kombëtare.